Duke marrë parasysh suksesin e vitit kalum, këtë vit pritshmëritë kanë qenë shumë më të larta dhe me sa duket i kalu që në ditën e parë. Janë menu 4 ditë program, paraditet dhe mazditet, mushun e plot me animacione, me panajire, që do t'jenë pranishme pothuajse gjatë kohës. Janë menu me 2 pedonalet kryesore të Shkodrës, pedonalja këtu pra në sheshit Kafja e Madhe dhe Gjuha Dolit, të mbushun e plot me fëmijë, po ashtu hapësina për të tanë të rinj. Është krejt kënaqësi që ne si çdo vit jena pjesë edhe këtë vit e festivalit Luleve, se kështu do të quhet festival, me shumë ngjyra, me shumë atmosferë, me është një emocion, është përgjegjësi e madhe, edhe sigurisht jena mundu me prezantu më të mirën tonë, disa mënyra të ndryshme e kompozimeve e tjerë. Pesta duket shumë mirë, atmosfera shumë e bukur, njerëzit kanë interes dhe Shkodra është e luleve. Shumë bukur, shumë gjallëri, Shkodra versi lule, harmoni, gjallëri, fëmijët lumtur, shumë bukur, janë shumë të kënaqur. Ne të rinjt e qendrës rinore, por edhe të Këshillit Vendor të Rinisë, jemi shumë të lumtur që jemi sot këtu për të shijuar atmosferën për të gjitha moshat, sot që Shkodra është e mbushur me ngjyra, por si një lule. Unë kam 2 vite që po e bëj këtë gjatë, që rris flutrat vetë në kopshtin e flutrave Eterna Leden, në Vaudejes, në Mjet, dhe me ftesë të bashkisë vendosëm të organizonin këtë gjatë, që përveç luleve të sjellim edhe aktorin kryesor të luleve, flutrave, që bëjnë në natyrë ka një simbiozë perfekte. Ka interes, sidomos nga fëmijët, flutura është gjithmonë e bukur, është gjithmonë tërheqëse. Natyra është gjithmonë tërheqëse. Shumë mirë, sot është dita e parë e festës luleve, unë po kënaqem, hajdeni në Shkodër. Thank you.